Raporti i Jozit dhe Loredanës gjatë qëndrimit të tyre në Big Brother VIP Albania ka pasur variacione të ndryshme, por duket se tani janë më të bashkuar se kur. Nelin, pas rikthimit të Jozit në shtëpinë e njohur, gjërat kanë marrë një kthes pozitive. Çifti, i njohur për natyrën e tyre dinamike dhe emocionet e forta, tani shfaqen më afër se asnjëherë më parë, duke shijuar momentet e tyre bashkë. Nelin, përditësimet nga brenda shtëpisë tregojnë se Jozi po i bën komplimente Loredanës, duke e mbështetur atë në çdo moment dhe duke e inkurajuar të shprehet më lirisht. Kjo ngrohtësi ka tërhequr vëmendjen e fansave, duke u bërë një temë diskutimi e nxehtë në rrjetet sociale. Nelin, në ditën e sotme, pamjet nga Big Brother kapin Jozi duke bërë komplimente për pamjen e saj, një veprim që ka emocionuar ndjekësit e çiftit. Komentet dhe reagimet janë të shumta, duke krijuar një atmosferë pozitive brenda shtëpisë dhe jashtë saj. Përveç momenteve romantike, ajo që e bën raportin e tyre edhe më interesante është dinamika e saj. Edhe pse kanë pasur sfida, përkushtimi që tregojnë njëri ndaj tjetrit është një shembull i jashtëzakonshëm i dashurisë nën presion. Nelin, në një intervistë të fundit, Jozi nënvizoi rëndësinë e komunikimit në marrëdhënien e tyre, duke thënë se është qelësi për të tejkaluar çdo pengesë. Kjo është një mësim i vlefshëm për të gjithë ata që ndjekin historinë e tyre. Nelin, të ardhmen e tyre e shohin me optimizëm, dhe shumë nga fansat kanë filluar të spekulojnë për mundësinë e një fejes pas përfundimit të shohut. Sensibiliteti dhe dashuria që ata tregojnë për njëri tjetrin ka krijuar një ndjenjë shprese për shumë të rinj që ndjekin rrugëtimin e tyre. Nelin, pas këtij presioni publik, shpresohet që çiftet si Jozi dhe Loredana mund të vazhdojnë të shijojnë momente të bukura së bashku edhe pas përfundimit të këtij edicioni të Big Brother VIP Albania. Dashuria e tyre, e cila është e mbushur me emocion dhe pasion, ka arritur të kapë zemrat e milionëve